edicioni, kemi kënaqësinë që përmes platformave online të bashkëbisedojmë me këngëtarin Hysnik Elmendi për këngën e tij të lansuar ditëve të fundit me titull Me u bë bashk. Përshëndetje nga Kosova, zotërik Elmendi, dhe faleminderit që je pjesë e emisionit ton, edhe pse tek ti është ora 2 e natës pothuajse, apo jo? Po, përshëndetje ATV, përshëndetje gjithë stafit juaj dhe përshëndetje për Kosovën time të dashur. Mirëmëngjesi, është kënaqësi që të kemi këtu prezent në një farë mënyre, se kjo ishte edhe mundësia, duke qenë se nuk je këtu në Kosovë, edhe do të diskutojmë për projektin tënd më të ri muzikor Me u bë bashk, me vajzat e tua Ilir Jetën edhe Majlindën. Çfarë mesazhi dëshironi të përcjellnit me këtë këngë? Spari, faleminderit për ftesën edhe thirrjen tuaj. Unë mire me muzikë një kohë gjatë, por me kalimin e kohës edhe fëmija u rritën, dhe tani me vajzat e mia i kam edhe kolege, dhe gjithmonë kam menduar që ta kem një këngë që si thelb kryesor e ka bashkimin e shqiptarëve, dhe të përdoret ajo këngë për festat kombëtare, për gjitha evenimentet që i kem nesër shqiptarë, nga ty nis nga pavarësia Shqipërisë e Kosovës, tani me 5 Marsi e shumë festa tjera, andaj më lindi si ide dhe gjeta bashkëpunëtor të mirë në Tiranë, një studio muzikore me disa bashkëpunëtor shumë të mirë me disa, më bën një ofertë, ma bon tekstin, vjen melodike, dhe me të parën më pëlqej. Po, më falë, vazhdo. Pastaj shkuam edhe e këndum atje, dhe miksin e ka boni një profesionalist, një muzicient nga Peja Toni, dhe ashtu vazhdu me video spot, me gjirime, me shumë mundim e kom realizu sepse koha dimrit, por mendoj që kam bo diçka dhe mendoj që ja kem dalë. Po, videoklipi ku është realizu? Po, ne kem gjiru afërsisht 3 ditë. Ajo pjesa ku shihet në Borë, është gjiru në majet Gjeravicës, ku faleminderit i shkon edhe shumë shokëve të mi që kanë bërë transportin, sepse koha ka qenë shumë e vështirë, afërsisht kanë qenë 1,5 metra Borë, por të falemderu shokëve dhe miqve, bashkëpunëtorëve të mi, e kem bëdhët mundshme me shku në majet Bjeshkës me gjiru videoklipin. Po, duke e ditë që ke bu këtë projekt me vajzat e tua, çfarë ndjenjë është? Nuk është këtë projekti i parë që je duke punu me vajzat, por në këtë projekt sa bashkëpunuese ishin edhe Majlinda dhe Iliriana? Ilirieta, më falë. Po, ne kam disa këngë me vajza. Do me thonë që 3 vite, tani 4 vite, vajzat e mia bashkëpunujnë me mu, edhe në dasma, edhe në ahengjet ndryshme, edhe të në jetë ku mendu t'i bojmë këngë veç e veç, si unë ashtu dhe vajzat, por më lindi si ide, isha këtu në Shtetet Bashkuara të Amerikës, edhe më lindi si ide, thash, kur të kthehen në Kosovë, do t'a përvojmë, thash, një trio, kështu, me thonë. Edhe vazhdojmë këngën e parë për 3 viteve, dhe ashtu po vazhdojmë edhe tash, kështu që është një bashkëpunim i mirë, thomone, por është edhe emocional, sepse të këndosh me vajzat është ma ndryshe, si kur të këndosh vetëm. Si u prit kë bashkëpunim i fundit nga publiku? Po mirë është prit shumë. Mirë është prit, edhe kam shumë komplimente edhe këtu, edhe në Kosovë, edhe nga do që më japin komplimente për këngën, sepse kënga ka motiv bashkimin e shqiptarëve, ka motiv hjekat e shqiptarëve me brezat tonë, andaj shpresoj që kena me vazhdu prap me këtë trend. Po, si ka qenë, na trego pak për përvojën e vajzave tua në ndjekjen e karrierës muzikore dhe sa i përkrati vajzat në këtë rrugtim të tyre? Po, vajzat e mia janë edhe të shkollume për muzikë. Ty fillu pe Ilir Jetës, tani është profesoreshe muzikës nga shkolla ullë deri te fakulteti. Po ashtu dhe Majlinda ka kryer shkollën e ullë të mesme, tani është në përfundim fakultetit. As gjon s'ka shku me imponim, veç nga dëshira tyne, edhe për krajën time e kanë pas maksimalisht, gjithmonë. Edhe është krenari kur të bëhet krah dikush i familjes, edhe
kënd familjarisht një dasëm apo një aheng, gjithmonë je me i fort edhe ma krenar. Plus që zakonisht mundet me qëllu për shembull njëra vajzë që këndon, por tek ti kanë qëllu të dy vajzat e tua. Po ashtu të thash, unë gjithmonë kam mendu t'i bojmë disa këngë veçantë, vajzat edhe une, por t'u e mendu ma gjatë, më lindi si ide, ta përvojmë tret bashkë. Edhe po mendoj që jena një grup kompakt tash i mirë, edhe po na shkon mirë. Po si e balanconi jetën familjare me angazhimet profesionale, duke pas parasysh që punoni kaq ngusht me vajzat? Po, nga njëherë une edhe imponohem të vajzat, sepse përvoja ime e bën vetën edhe e di cila është ma e mira për to edhe për mu, por edhe shumë raste unë i dëgjoj vajzat edhe bashkëpunoj shumë ngusht me to, pa imponime, sepse tani jena bo dhe kolegë dhe si shok flasim. Po na trego pak si ka qenë viti 2024 sa i përket muzikës për juve. A keni pas dasma, a keni pas ahengje, festa? Po, kem pas edhe organizime tjera, ty pas parasysh edhe organizime tjera, po mendoj koncerte, por edhe dasmat janë si specialiteti juni, dasma, kanagjeshe edhe ahengjet ndryshme. Kem pas mirë edhe tani po vazhdojmë me rezervimin edhe sezonës 2025. Për momentin jam në New York, kam disa koncerte këtu, deri ka data 20 mars, çdo fundjavë kam ka 2 apo 3 evenimente, andaj atëherë do të kthehem në Kosovë dhe të vazhdoj aktivitetin së bashku me vajzat. Po si qëndron New Yorku me këto organizimet shqiptare dhe me manifestimet shqiptare, mbasi veç e përmende, a janë të shpeshta dhe a ka shumë pjesëmarrës mërgjimtar që jetojnë atje? Po më varet, për 7 maj shkurtën e kom prit pavarësinë në Kosovës këtu, e kem bo një organizim me bashkëftarë dhe me shumë shqiptarë që jetojnë këtu, edhe shumicën e rasteve kalojmë jashtëzakonisht bukur, sepse vetë largësia e bën një mollë dhe një shprehje të dhe dashurisë më të madhe kur je këtu, andaj e kalojmë jashtëzakonisht mirë dhe kërkohen më shumë këngë kanë heroike, patriotike edhe kështu me radhë. Po a mundesh me nda me neve dhe me shikuesit ta ndonjë moment ose kujtim që e ke të paharruar, sidomos në ndonjë mbrëmje jashtë vendit që e ke pasur me mërgjimtarët? Po, në nëntor isha për 28 nëntor këtu, edhe këndova për Federatën Pan-Shqiptare Vatra, që gjendet me Seli këtu në New York, bashkë me kolegun Gzimnika, edhe ka pas momente jashtëzakonisht veçanta kur i kom pas shqiptar duke këqaj, duke u përmallu edhe shumë raste tjera, sepse t'jesh larg vendit tonë me vitet tona, kur ti këndon këngë patriotike, ngjallën ato emocionet për vendin, ngjallën ato emocionet që ku i rritë dhe ku i lindë, ndaj kom shumë kujtime të mira me bashkëdhetarët e mi këtu në Amerikë, po dhe në Evropë. Duke pas parasysh gjithë fëmijët... Po ta theksoj një gjatë, ta theksoj shumë vogël. Pa tjetër. Isha në një mbrëmje dhe po vjen një qysh me thonë, një organizim shumë, nuk e shumë i madh, dikun një 3-40 vetë, por një tavolinë aty e shon një person duke qajt. Unë këndoj isha i qaj. Dikur ku u përfundu muzika më thirin tavolinë, tha, ka mundësi i kafe mi pi, thash po, tha. Tha, qenë kam tha maj vjetër si ti, tha, po tha, du taloni amanet. Unë nuk ishe qka ka, tha, shurno. Tha, amanet, tha, me sajde me jetu këtu, tha, se qenë ka artista, jetu, tha, në Kosovë, tha, se këto shuvër. Duke pas parasysh që ke angazhimet shumë ta në për ahengje, në për evente, me të vërtet ke edhe eksperienca të bukura. Po desha të ndërlidhe me fëmijët e mërgjimtarëve që ne i njohim personalisht edhe kemi edhe në familje, sa ka qenë e vështirë për ty me ja u kultivu gjuhën fillimisht edhe traditën shqiptare edhe me qenë ata të lidhur me vendin edhe me krejt historin e Kosovës? Po ne shqiptarët jem fenomen, sepse me çdo kusht e ruajmë traditën edhe kulturën tonë, andaj
është për lavdat, sepse shqiptarë tu në Amerikë e me shumë dashamirësi e kultivojnë edhe rujnë gjuhën shqipe, mundohen ato të vetën, thëmë 100%, mi rujnë gjuhën, kulturën, edhe kur shkojnë mramje me këndu, vinë shumë familjarë, me fëmije, me krejt, kur janë nisim na me këndu, ata i din kongë që kënduan ma mirë si ne. E ajo më breslence për njeve, edhe dhash Zotit vazhdoj kështu pra. Dhash Zotit që edhe me gjithë të tjerët të vazhdojnë në një rrymë dhe kulturë. Faleminderit shumë Hysni për këtë intervistë edhe faleminderit shumë për kohën. Ju faleminderit shumë juve, sepse ti është njëkohësisht këngëtar, kërkon pak disiplinë, edhe për kushtim, ndjen detyrës edhe profesionit, andaj faleminderit për juve edhe gjithë shqiptarëve, kudo që gjenden, përshëndetje, me që jem në epopen e jasharajve 5-6-7 mars, mos i harrojmë vlerat tona, dëshmorët tonë, andaj duke u thonë lavdi, familjes jashare dhe gjithë dëshmorëve të kombit, ju përshëndes juve edhe televizionin juve. Shumë faleminderit, përshëndesim edhe ne, urojmë shumë suksese dhe përshëndetje dhe lirjetën edhe Majlindën shumë.